ka folur Edi Rama në Kombët Bashkume. A është shqipnia e vërtet ajo Edi Ramës që ka folë për Tribunalin e Hagës? Qa ka bo shqipnia konkretisht, si pas jush? Po, unë mendoj që e para, drejtësia, gjykata nuk duhet asnjëherë mu përdorë si instrument për politike, për qëllime politike. Edhe nashta në herë më mirë është mas me folë se me folë për qëllime politike. Por avokati i popullit nuk është që merret shumë me këtë pjesën politike, sepse ne jemi institucion politik, mundohemi gjithmonë me qenë, kemi një lloj alergjie në raport me politikën, edhe tonë ka qenë shumë e shprehur kjo. Saqë edhe raporti në vitin 2024 krejt ku deputetë votuan kundër. Pra, të drejtat e njerëzit në Kosovë nuk u pranuan që u vlerësuar nga avokati i popullit, por është një çështje tjetër. Unë kam dëgju diskutimet e Edi Ramës, kryeministrit të Republikës Shqipërisë, edhe në Këshill të Evropës, edhe në takime tjera bilaterale, multilaterale që ka pas me përfaqësues shteteve tjera, dhe mendoj që detyrë ose çka kish mujt me bë mirë Shqipënia është para se me shku me i vizitu ata, e para se me dhanë me komente të tilla, këto shqetësime që unë po i ngrisk, raporti i ka ngrit me i adresu tek adresat kompetente. Të duhura. Këshillit të Evropës, ata janë pjesë e Këshillit të Evropës. Fatkeqësisht Kosova nuk arriti të bëhet pjesë. Dhe u mendoj që me këto kishim i bënë një shërbim të mirë drejtësisë në rand parë, ruajtjes dhe mbrojtjes drejtave të njerëzit, por edhe vetë shtetit të Republikës Kosovës. Në publik folën e punë nuk kryt në thu. Unë nuk e di a kanë kryt punë, por nuk kam informata që është marrë një nisëm e tillë. Bile unë ai keni kërkuar homologët tuaj. Po ne kam pas një takim me avokatin e popullit të Republikës Shqipërisë, ne kemi komunikime ditore, pa protokoll, dhe kam sqaruar për situatën që ndodhet, edhe kam kërkuar që ai me marrë si nisëm me pa nëse mundon përmes Shqipërisë mu adresu këto shqetësime në Këshillin e Evropës, nuk kam marrë një përgjigje, ditëve në vjen pres me marrë një përgjigje, ta shohim cila do të jetë ajo. Nga jo që kemi parë një shqetësim në publik të politikanëve të zotit Rama dhe tjerëve, dhe prandaj po e zbres debatin praktikisht. Ajo ndoshta është një gabim. A është ekuivalent ai diskutimi punën? Ajo ndoshta është një gabim që politika e bën sepse tu don publik fiton pojena politike, por jo trajtim të duhur të çështjeve. Situata që lidhen me gjetjet e raportit edhe me shqetësimet që kanë ngrit, nuk janë shqetësime të debateve politike, janë shqetësime institucionale që duhet më adresu tek adresat e caktuara. Ju pretni që Shqipënia këtë raport, këto gjetje ti çojë në Këshill të Evropës, aty ku nisi gjithë kjo. Patjetër. Unë edhe pres ato. Për ndryshe unë raportin ja kam dërguar shteteve që kanë financu, që janë donator të gjykatës, ju kam drejtuar sekretarëve të punëve të jashtme të gjitha shteteve, përfshi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe të Britanisë, edhe të vendeve tjera. Kam dërguar edhe Këshillit të Evropës, unë kam marrë një përgjigje nga Këshilli i Evropës që kanë pranuar raportin edhe kanë me marrë me seriozitet dhe kanë me vlerësu, por kjo nuk mjafton, sepse fakti që Kosova nuk është antare e Këshillit të Evropës na privon nga drejta me shty përpara si agent që me fut në pjesë diskutimeve në brenda asambleve të Këshillit të Evropës edhe me diskutu si çështje. Po natyrisht unë pres një reagim më institucional nga të dy shtetet, nga Kosova në dy drejtimet, edhe në monitorim e observim të vazhdueshëm të kësaj gjykate me analiza më detajume, por edhe në drejtim të dërgimit të çështjes në Këshill të Evropës që mu diskutu aty të veprohet konkretisht. Ku ka filluar dhe aty të përfundoj si proces. Si avokat i popullit, cilën e cilësoni si humbjen më të madhe për Kosovën e sotme e djeshme politike në rrafshin ndërkombëtar? Tash për avokatin e popullit është kjo përgjigje më e lehtë, është mosantarësimi në Këshill të Evropës. Po. Dhe unë mendoj që këtu nuk ka humbë as politika, as institucionet shumë, sa kanë humbë qytetarët. Antarësimi i Kosovës në Këshill të Evropës ka qenë një prej mundësive të jashtëzakonshme që Kosova në standardet e krijuara me pas të monitoruar të mbikëqyrur në aspektin ndërkombëtar, sepse Gjykata e Këshillit të Evropës është edhe Gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit. Dhe futja e Kosovës në Këshill të Evropës natyrisht një mundësi më tepër jo kishte dhënë qytetarëve të vendit me i adresu çështjet e pasgjidhura me vite, sidomos me zvarritjet e procedurave gjyqësore, po edhe me shkelje tjera që mund të bëhen të drejtave të tyre. Unë nuk i di arsyet dhe kontekstin politik të mosantarësimit të Kosovës në këtë organizat, por mendoj që ka qenë një humbje tepër e madhe. Zotë Qelaj,
kush janë shkelësit më të mëdhaj të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit në Kosovë sot në vitin 2026? Avokati i popullit monitoron dhe mbikëqyr autoritetet publike. Kështu që unë s'di shumë ata që janë të veshur në pushtet kanë prirje më shumë. Kështu që na të kanë prirje më shumë që të zgjerojnë në porrin thua. Të mbikëqyr autoritetet publike për neve janë autoritetet publike shkelësit më të mëdhaj. Por në fakt shpeshherë krijohet një perceptim i gabuar sepse ne shkelësit më të mëdha identifikojmë mbi bazën e ankesave. Tash kjo nuk mundet me qenë indikator shumë i sakt matës, sepse me statistikë del gjykata. Po në fakt për me ndodh kjo situatë në gjykatë, janë shumë faktorë tjerë që kanë ndiku. Unë nuk po du me amnestu gjykatën në përgjithësinë që e ka me siguru gjykim drejtë në kohë, sepse të zvaritjet e kemi problemin më të madh. Gjykimin kohë të arsyeshëm është drejtë themelore. Por janë shumë faktorë tjerë që ndikojnë që gjykata masanej mu ngarku me raste. Dështimet e administratës shtetit me u kthy përgjigje qytetarëve në kohë, edhe me u zgjidh problemet ban që qytetarët me shkojnë në gjykatë. Pastaj, ky faktor ndikon që numri i rasteve në gjykatë me qenë 1203, 2000 raste me pas një gjyqtar që realisht e ka të pamundur mi kryer. Është logjikisht nuk mundet një gjyqtar 2000 raste mi vendos për një vit. Mos harroni ka ndodhur në Kosovë edhe situata tjera që unë mendoj në një të ardhme dikush duhet me analizu në detaje pse nuk kanë vepruar edhe organet e ndjekjes, edhe prokuroria. Kontrata kolektive e punës është skandaloze në vetë mënyrën se si ka leju shteti me rrjedh ky proces, tu i shkaktu dame milionëshe buxheteve komunale që janë njësia administrative të para që dalin në ndihmë qytetarëve, e tu ndërhyj edhe në buxhetet e tyre, tu i shkatru projektet e caktuara edhe për shkak të një pa vullneti ose mungesë të vullneti që me u koordinu pushtetin në nivelit qendror dhe lokal, kanë mësu komunat, kanë mësu qytetarët. Ky problem më madh. Në anën tjetër kanë ndikuar që me qindra mira raste mu inicu në gjykatë. Edhe gjykata mu ngarku pastaj një gjyqtar janë në kollaps. Gjithë vitin me punu veç me raste të pagës jubilare, të meditjeve që u takojnë nga kontrata kolektive. Tash kemi edhe raste tjera. Kemi pensionet e dyfishta. Shteti lejon që për shkak të mungesës vullnetit me ndryshuar me harmonizu ligjet, pensionistët tanë, qytetarët më të cenueshëm, më të ndjeshëm, mu detyru me shku në gjykat me realizu një të drejtë e cila e din paraprakisht që ju takan. Pra gjykata vendos. Pra administrata e refuzon dhe rastet përfundojnë gjykat, edhe këto janë me mira rastet të tilla. Paga 13, koeficienti i stazhit të punës, domethënë ty të krijojnë vullum të tillë të rasteve që edhe me tre fishu për gjyqtarët në një gjykatë mos me mujt me arrit me i kryer në kohë. Janë në kolaps nga gjitha këto dhe çka është edhe më shqetësuese masanej është tendenca që kanë autoritetet publike shpeshherë. Nuk po flas për pushtetet e caktuara. Zakonisht ai ekzekutiv zonë, po natyrisht. Po flas përgjithësi për qeveritë, se s'po du me dalë që kam vetëm për këtë qeveri. Tendenca me hartu ligje që shkelin të drejtat e njerëzit. Dhe kjo masanej është shumë problematike. Ti kur merr një vendim me cilën i cili është i padrejtë, e cënon individ, i cënon 10 individ, i cënon 100 individ. Po kur e merr një ligj me shkelje ose me norma që janë diskriminuese, ti ki cënu dhe i ki dëmtu të gjithë qytetarët që kanë mu përballë me atë ligj. I keni këto gjetje shumë që përdojnë shqetësim? Po ka qenë rasti i ligjit. Për kodën e ligjor drejta. Rasti i ligjit punë i pagave sektorin publik ka qenë rasti më eklatant. Do të thotë, unë paraprakisht kam pas takime ekzekutive dhe kam shpjegu që ligji dhe kushtetuta e rregullat praktika kushtetuese e Republikës Kosovës nuk lejon që me ndryshime ligjore mu ul pagat. Pagat mund të ulen vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, kur ka krizë ekonomike, kur ka kriza natyrore, kur ka lufte, ku i djon situata të pazakonta, po nuk mundesh ti me nxjerr një ligj me të cilën dikujt ja rrit pagën e dikujt ja ul pagën. Ki kriju disbalancë dhe diskriminim në vetë sektorin cilën po e rregullon çështjen, se dikujt ja ke ul pagën, dikujt ja ke rrit pagën. Qëllimi nuk është legjitim.
Arsye tjera dhe nuk kanë dashur me dëgju për çështje që unë i kam ngrit në komentet e mia, që ja kam dërzuar edhe me shkrim. I kam shkuar edhe në takime, i kam lutur, i kam thënë. As raportin ta kanë votuar në As raportin se kanë votuar. I kam thënë që mos e bani për mua, po bane për ju, sepse ligji ka me përfundu në gjykatë kushtetuese, sepse nuk mund të pajtohem me një ligj që i dëmton 20-30.000 qytetarë të vendit. Edhe në momentin që ka dalë ligji, unë e kam çuar dërguar në gjykatë kushtetuese. Nuk ka vetëm ky, ka dhe ligje tjera. Ta zëm. Shërbimi spitalor i QKK-s nxori një statut që ka një hierarkinë e akteve normative ka barazohet me ligjin, pra është ligj, ai është akti normativ që rregullon funksionimin e QKK-s mbi bazën e ligjit për shëndetin publik. Dhe aty u para pa më mbyll klinikat psikiatrike regionale. Dhe unë mora ankesë, i takova Ministrin e Shëndetësisë, ju thash një nuk mundi me e boni statut të tillë për arsye se janë kundërshtim me ligjin, ligji për shërbimet për shëndetin publik përcakton. Repartet që duhet mi pas spitalet regionale janë këto shërbime 1, 2, 3, mesin e tyre është edhe shërbimi psikiatrik. Plus ju me këto po krijoni qasje diskriminuese, sepse qytetari i Dragashit, i Kamenicës, i Kuedion duhet me ardhur në Prishtinë me marrë shërbime, të cilat derisa i ka marrë dikon shumë afër. U desh prapë me qenë gjykata kushtetuese me gjetë që ka shkelje kushtetuese dhe me kthy ligjin në statutin pikën 0. Do të thonë, ideja që shteti, qeveria me kalu ligje që mund me dëmtu qytetarët, me kalu në parlament pa u vrejt dhe mu votun në emën të popullit, një normë me cilën e dëmton vetë qytetarin dhe vetë popullin për më shumë e papranueshme, nuk ka kontroll të mjaftueshme parlamentare të ligjeve. Është fatmirësi që unë e kam atë mandat, kam atë drejt me i dërgu, jam pale autorizum për me i dërgu ligjën në gjykatë kushtetuese, po që ka raste edhe na nuk arrim me identifiku me kohë, sepse vëllimi i madh i ligjeve që aprovohen edhe hartohen ku vend shpeshherë ta pamundson të gjitha detajet mi pa, e sidomos kur ligji fillon më kuptua është i mirë, jo vetëm kur fillon me prodhu efekte. Do të jem më i qartë edhe për audiencën. Nuk gajdohen shumë për drejtat dhe liritë themelore të njeriu, nëse nuk janë në monitorim tërkohën. E vërteta është që kjo është një tendencë e këtë pushteteve në botë. Kudo, po. Unë kur e mora mandatin avokatit publik, në takimet e para ndërkombëtare më thoshin që sa më shumë që vepran çash më armik kemi u bë me pushtetin dhe kanë me të kundërshtu, sepse me mujt na shujnë, me mujt na heqin krejt, po është mirë që ekzistojnë institucionet si avokatit popullit. Dhe kështu ka dalë. Dhe si më thënë garancitë kushtetuese që i ka ky institucion e bojnë të lehtë nëse individi që zgjedhet don me qenë i pavarur. E bojnë shumë të lehtë mundësinë të me qenë i pavarur në vendimarrjet tona dhe si themi mas më mërzit shumë për hatërmbetjet e qëllimet politike. Por që në Kosovë qytetarët ju besojnë, zoti Qela, si institucion, si një adresë kredibile që besojnë se shqetësimet e tyre trajtohen, ankimimet që kanë mbi shkeljen e drejta nga ana institucioneve të ndryshme trajtohen, për dallim nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Veriut, ose Malizi, ku avokat popullit si institucion është në margjina të asaj klime politike. Nështë ka qenë vetë historiku i krijimit institucionit edhe puna që ka bërë institucioni me mri një prestigj dhe një autoritet publik edhe në kuptim të besueshmërisë që e kemi te publiku. Matet që janë bërë në vitin 2023-2024, matet e fundit nuk i kam, nuk e di për 2025 sa duket skandale akoma, tregojnë që ne jemi ndër institucionet më të besueshme, me besueshmëri më të lartë në publik. Në dallim prej rajonit ne jemi gjithmonë më të parë, edhe përqindja është kogja e madhe. Diferenca është shumë e madhe. Por kjo, si më thënë, na ban më të përgjithshëm edhe më obligues në raport me pozitën që e kemi edhe me qytetarët, sepse arma më e fuqishme e avokatit popullit është pikërisht besimin publik. Nëse një avokatit popullit nuk i beson publiku, atëherë nuk ka arsye edhe pse me ekzistu.